8, pra mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Para se të vazhdojmë me seancën, sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, ju ftoj të gjithëve që me 1 minutë që të nderojmë ata që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Lavdit gjithë atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Republikës Kosovës. 5 maj që është dita e dëshmorëve që zyrtarisht shënohet në Republikën e Shqipërisë, nuk kemi pasur referohet dëshmorëve për zgjedhjen e Komisionit Zgjedhor për kryetar të Kuvendit të Kosovës, jemi detyruar të ndërpresim seancën. Atëherë subjektet politike